Dy fjalë lidhur me arsimin. Vjen shumë mirë që kemi bërë disa hapa të rëndësishëm këtë vit në arsim, duke filluar nga fuqizimi më tejshëm i sistemit të teknologjisë në dispozicion të nxënësve, ka shkuar në 350 shkolla numri i pikave të laboratorëve inteligjencë dhe do të punohet për të arritur objektivin e shpallur, të bazuar edhe në financimin e vënë dispozicion, për të pasur 1000 laboratorë inteligjent brenda vitit 2027, që do të sjellë një bazë shumë ndihmëse dhe shumë domethënëse për të gjithë fëmijët dhe për të gjithë nxënësit që të përfshihen sa më shpejt në botën e re të teknologjisë. Në ndërkohë ka vazhduar ndërtimi dhe rindërtimi i infrastrukturës arsimore, ka filluar projekti i transportit me mjetet të prodhuara këtu në vend, dhe besojmë shumë që duke filluar nga sezoni i ardhshëm arsimor në vitin 2026 do të fusim në përdorim mjetet e para që do të shtrihen pastaj në të gjithë territorin për të garantuar transportin e mësuesve dhe të nxënësve, që deri tani është siguruar duke financuar nga buxheti i shtetit 38.000 nxënës dhe 12.000 mësues për transportin e tyre në bazë të distancave. Ka vazhduar programi kombëtar i zhvillimit profesional për mësuesit, psikologët, oficerët e sigurisë, dhe në ndërkohë është nënshkruar marrëveshja për Smart City, një komponent i cilës është rritja domethënëse e sigurisë në shkolla. Projekti i rilindjes së liceut francez në Korçë, si një lice franko-shqiptar i shkencave dhe inovacionit, ka avancuar pozitivisht, është bërë gati struktura kurikulare për programin shkollor, është përgatitur projekt ligji i posaçëm, dhe është përfunduar dhe projekti i zbatimit të ndërtesës, puna për ndërtimin e cilës do të fillojë në 2026. Në ndërkohë, siç e kemi premtuar, është dyfishuar numri i oficerëve të sigurisë në shkolla, është ulur numri i nxënësve për një psikolog dhe punonjës social, që kanë arritur në 839, është ndërtuar një mekanizëm i ri informimin korale përmes një platforme digjitale në shkolla që siguron komunikimin e drejt për drejt mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Është miratuar dhe ka filluar të jetësohet kodi i etikës për mësuesit në sistemin arsimor. Ka nisur rishikimi i kurikulave në të gjitha klasat e sistemit arsimor, ndërsa në vitin 2026 do të fillojë aplikimi i kurikulave të reja për klasat 1, 6 dhe 10, duke u bazuar tek një qasje e re që imponohet edhe nga koha dhe që ka të bëjë me shkencat, teknologjinë, inxhinierinë, matematikën e kështu me radhë. Në ndërkohë edhe në arsimin e lartë janë bërë investime që vazhdojnë, projekte rindërtimi të godinës Fakultetit të Gjirisë Ndërtimit, të Fakultetit Gjeologji Minierave dhe Muzeut Gjeologjisë, të Fakultetit Studimeve Profesionale në Universitetin Aleksandër Mojsiu Durrësit, Fakultetit Shkencave Mjekësore Teknik në Universitetin Elbasanit, ndërkohë që ka përfunduar faza e parë për shortlistimin e studiove që do të marrin pjesë
në konkursin e projektit të madh të kampusit të ri të Universitetit Aleksandër Mesiu në Durrës, ku ka shprehur interes rreth 40 studio. Procesi i ndërkombëtarizimit ka vazhduar të thellohet. Diploma e përbashkët bachelor dhe master e Universitetit Teknik të Compiègne në Francë me Universitetin Politeknik të Tiranës është tani më realitet. Vijon transformimi i Universitetit Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin Bogu të Vjenës, me objektivin që të kemi diplomë të njësuar dhe që faktikisht Universiteti Bujqësor të Tiranës bëhet pikë referimi në rajon si një universitet ku mund të studiohet dhe të merret një diplomë e barazvlefshme me atë të Universitetit prestigjioz të Vjenës. Janë financuar një numër edhe më i madh projektesh kërkimore shkencore në bashkëpunim me diasporën akademike. Dhe janë 252 projekte, dhe kjo është një shifër shumë pozitive që flet për një energjizim në proces, por shumë inkurajues të universiteteve që tani më kanë hyrë në botën e re të lidhjes me programet e Komisionit Evropian, qoftë me Horizon Europe, qoftë me programet bilaterale, ku numrin më të madh të projekteve ka siguruar Universiteti i Tiranës.